Sot mbushen plot 3 javë nga dita ku prokuroria ka kërkuar lejimin e arrestimit për krahun e djathtë të Edi Ramës, bashkëpunëtoren e tij në krim, Belinda Balluku. Dhe po sot mbushen 3 javë ku kryetari i Kuvendit dhe 4 përfaqësues të tjerë të Edi Ramës në Këshillin e Mandateve fshihen një lloj si fshihen ata që kanë shkelur ligjin. Ky është një akt i paprecedent që nuk ka ndodhur kurrë në Kuvendin e Shqipërisë, ku Këshilli i Mandateve të ketë marrë më shumë se 3 javë kohë për të shqyrtuar një kërkesë të ngutshme të prokurorisë, qoftë përpara kryerjes së reformës në drejtësi, qoftë pas reformës në drejtësi. Kuvendi i Shqipërisë në rastin e kërkesave të prokurorisë për të autorizuar arrestimin e një deputeti e trajton procedurën si një procedurë të ngutshme, si një procedurë urgjente. Konkretisht rregulloria përdor termat kryetari i Kuvendit njofton menjëherë, pra nënkupton një urgjencë në trajtimin e kërkesës, ka një afat brenda 2 javëve, brenda të cilit Këshilli do duhet prodhoj raportin dhe jo një kohë e nevojshme për të përgatitur mbrojtjen përpara Këshillit të Mandateve. Besoj edhe afati 3 javë që donin t'i jepnin Belinda Ballukut kohë që të hante në shtëpinë e saj vitin e ri dhe jo në burgun e Pioskës, skadoj. Pra ky kushti procedural që ka firmosur këtu në këtë shkresë Niko Peleshi është përmbushur. Sot është person nën hetim përveç këtyre 2 procedurave edhe për 9 procedura të tjera.